kur tjetri as nuk e di fare se kush je, edhe lëre më pastaj të ketë mirënjohje, se kërkimi i mirënjohjes në dhënje është ka diçka që po jep si borxh. Ka diçka që krijon një raport superioriteti, inferioriteti me tjetrin, me thënë drejtën. Dhe duke ju referuar asaj kohë dhe këtij fakti, të dy aktor lidheshin. Shërbimi në psikiatri ishte në një farë mënyre palestra. Në mungesë të kishës, në mungesë të territorit ku ju mund ishit prifti që doni të bëheshit, ajo ishte palestra e stërvitjes së shpirtit. Në fakt edhe arsyeja pse shkova atje, kjo ishte. Edhe familja ime u befasuan, u duk si habitshme që çdo djalë i ri që shkon do punoj atje. Por unë besoj që duke parë tani pas shumë kohësh, motivimi fillimisht ishte nga frymëzimi i ungjillit, që do të jepni me shpresën që s'do merrni. Dhe e dyta, kur shkova dhe pasha dhe realisht, tjetër është ta dëgjosh e tjetër të shohësh realisht, kur shikon si një qenie njerëzore e shkatërruar, padyshim që fillon një dëmshuri dhe dashuri e madhe për këta njerëz. Dikush duhet t'i ndihmojë. Tani pse po ndjes nëse është kështu emocionalisht shqetësuese, po fillimi ishte i vështirë, sigurisht duhet të ketë qenë i vështirë fillimi, apo që në fillim i vështirë ishte gjatë gjithë kohës ajo, por jo, në kuptimin përballja me atë lloj gjendje mos komunikimi, se mos komunikimi është problem. Po. Nuk mund ta themi vështirë, ishte tjetër, isha përgatitur për këtë në një farë forme shpirtërisht, por është tjetër kur përballesh realisht me të. Ajo që ndjeva herën e parë ishte pikërisht kjo dëmshuria që këta njerëz. Sidomos kur ishte edhe dikush që ishim rritur bashkë, dhe kisha njohur, kisha 8 vjet në klasë të gjithën, dhe takova atje. Kjo gjë ndoshta më shtyu akoma më tepër për të qëndruar. Edhe kur më përpara më propozuan për të shkuar në ca vende të tjera, më të ashtu, nuk pranova. Më normale po. Për njerëzit nga jashtë, e parë nga jashtë, duke shumë mirë për të bërë radiolog ose për të bërë, sepse mendova që jo se unë do i shëronja, po të mundoja t'ja lehtësoja pak atë dhimbjen. Është një shërbes që e rëndësishme në jetën e çdo besimtari. Jeta jonë nuk është vetëm e jona. Këto koncepte, për shembull, është jeta ime, bëj çfarë dua, më duken pak, nuk them qesharake, po pak si të lehta. Po se ka, unë ndjek për shkak të një miku tim, Alistair Campbellit, që është shumë i angazhuar në luftën për të normalizuar raportin mes qytetërimit ton dhe të sëmurit mendor, se ka një paraqykim të madh, ka një refuzim të madh të qytetërimi, po themi i zhvilluar perëndimor, ka një problem të madh me sëmundje mendore. Mendja është gjithmonë gjëja më e rëndësishme e njeriut. Vazhdimisht njerëzit thonë, Zot na ruaj mend. Të gjitha sëmundjet janë të vështira. Thonë dhe atë kur Zoti do të merr mend keq të merr mendin. Tani këta njerëz që ne nuk mund të shpjegojmë dot pse i ndodh dikujt pse si ndodh dikujt tjetër. Nuk mund të. Këta njerëz duan një ndihmës. Duhen ndihmojnë. Nëse ja fëmijë ynë është në vështirësi, duhen ndihmosh. Ka disa lloje vështirësish, ka vështirësi varfërie, që do mundosh ta ndihmosh. Ka një varfëri shpirtërore që përsëri mirë është ta ndihmosh. Ka dhe një dimension tjetër, siç është problemet e shëndetit mendor, të cilët kërkojnë dhe shumë durim, sepse ti nuk do kesh atë feedbackun që ti do i bësh diçka, edhe ai do thotë shumë faleminderit. Jo, mund godasi. Ti mund të sjellësh ushqimin, e mund të hedhë ushqimin në fytyrë.
Dhe njerëzit që punojnë atje, zakonisht është mirë që dhe trajnohen, të kuptojnë këtë gjë. Mos presin atë jap diçka unë dhe ato do sjellin një falënderim. Do mos bëhen ata problemi kryesor i spitalit. Se nga njerë ndodh kjo gjë. Po, patjetër. Dhe sidomos kur rri një kohë gjatë. Se muajin e parë për shkak gjithë njerëzit mund të shërbejnë me devotshmëri, se kanë dëmshurinë, kanë. Por kalon një kohë gjatë, pastaj filloi mersi personale. Ai të më shaj mua, thotë, se përpiqesh ti bindesh, po nuk po të shan ty, ai është i smur, nuk e ka me ty. Po duke ndetur gjatë, ndodh ky problem. Prandaj dhe doj trajnim të vazhdueshëm tek ato njerëz, e ndoshta jo të gjithë mund ta kenë mund ta përballojnë atë shërbimin atje, se është një shërbim i vështirë çdo ditë. Por thellë, edhe tek ata ka mbetur ajo brenda, edhe në smundjet më të rënda, mbetet ajo njerëzorja brenda. E ndjejnë dhe ata i do apo nuk i do. Dhe shpeshherë qetësia më e madhe që mund t'i qetësonjë ato kur kuptonin që i donjë. Edhe kjo ishte një ndihmës shumë e madhe. Kur isha në atë kohën atje, zakonisht vetë isha kundra këtyre trajtimeve pak tegra, që ishin me elektroshoke, me këto gjërat. I thonja sa herë dhe atyre mjekëve që lere pak, do rri me teon, mund të qetësohet edhe pak këtë. Nuk është vetëm thjesht me një trajtim të egër. Ata ka nevojë edhe për një dëmshuri, ka nevojë për një t'i duash, ka nevojë t'i respektosh, sepse ka çaste që vinë dhe ata, dal nga dal, kalojnë nga ajo faza. Dhe e mbajnë mend, shpeshherë edhe ata që mënyrën se si janë sjellur, se janë bërë. Dhe shpirti i tyre është rënditur, mendja e tyre është e rënditur. Dhe kërkon një shërbim jo vetëm të kualifikuar, por edhe një shërbim që atë që them unë duhet t'i duash. E dallon njeriu. Madje jo njeriu, po dhe kafshët e dallojnë, dhe qeni e dallon, kur e do se nuk e do. Jo njeriu që është shumë më tepër se sa ajo gjë. Por kërkon tek njerëzit që shërbejnë, dhe jam kohë shpeshherë kanë qenë murgesha që shërbejnë për këto, kanë qenë njerëz lidhur me besimin, pikërisht për këtë gjë, që mos ta ndalin dashurinë e tyre nga lodhja. Se lodhen, një kohë gjatë mund të lodhen me to, kërkon një durim shumë të madh. Ashtu si Zoti është i duruar me ne. Një herë, 2 herë, 3 herë, 2 vjet prapë është i duruar. Durimi është një virtut shumë e madh. Po durimi gjithmonë mbahet nga dëmshuria, dashuria. Pse prindi është i duruar me fëmin? Sepse e do. Nëse dashuria është e pakët, nuk kemi të duruar me njëri tjetrin. Dhe arsyeja që shkova për të shërbyer aty ishte pikërisht kjo gjë. Mi dhe thatë shumë mirë për ta palestrën, sepse s'kishte mënyrë tjetër. Dhe kur kam biseduar, me Petro Zhen, biseduam gjatë, dhe bashkuam biles takuam drejtorin psikiatri, ti ndoshta në fillim mund t'ju duket çuditshme, po pranoj. Dhe gjatë gjithë kohës ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua drejtori, e kuptonte mënyrën pse isha unë atje dhe madje edhe më ka mbrojtur në 2 raste kur kjo gjë mund përbënte një rrezik. Kështu kjo ishte arsyeja për të shkuar për të shërbyer njerëzve. Siç kanë shkuar në historinë e krishterërimit shumë njerëz që i shërbejnë leprozëve, ku shumë pak njerëz mund të shkojnë, sepse është e rrezikshme. Por Perëndia na mbrojti, për mua ishte një eksperiencë shumë e thellë, por shumë e dhimbshme. Shoh vuajtjen njerëzore është të zhveshur nga çdo eksperiencë shumë e dhimbshme. Por dhe sot ato njerëz duan kujdes, s'mund të braktisen. Nëse njerëzimi është një familje njerëzore e përbashkët, nuk mund të braktisen. Ja, edhe një antar i familjes tonë mund të ketë probleme të tilla, s'mund ta braktisin. Do t'i qëndrojnë pranë. E ky është solidariteti njerëzor. Dhe pa këtë solidaritet nuk mund të mbahet asgjë. Me të drejtë më duket se Albert Camus ka thënë që nuk janë 3 ato, liberté, fraternité, égalité. Thotë këto nuk mund të qëndrojnë dot bashkë, po mos të jetë solidariteti, sepse liria me barazin nuk qëndrojnë bashkë. Duhet solidariteti që t'i mbajë këto të gjitha bashkë. Edhe familja njerëzore ta mbajnë bashkë, duhet ky solidaritet, që shpeshherë vjen i frymëzuar nga Perëndia. Me këto momente
të bindjes për të bërë prift të palestrës së spitalit nr. 5 edhe të cejakeve të Komisionit Shqyrë se ishte për i të vërtetës si tecje me një bibliotek ambulante. Mbyllet pjesa që unë kam një që e ruaj me shumë si një privilegj në memorien time dhe vjen pjesa ku ju zhdukët sepse faktikisht u hap porta edhe pastaj u hap dhe rruga për të bërë prift dhe shkuat në Itali, pastaj përfunduat në Amerikë. Por ajo që është e panjohur për mua është pse morët vendimin të futeshit në rrugën e besimit ortodoks. Mbas leximit të Ungjillit edhe lidhjen me Ungjillin dhe me besimin, unë u pakzova në atë kohë. Këtu në Shqipëri, në kohën e persekutimit. Dhe si thash, do të thënë palestër shkoni si i pakzuar. Po i pakzuar. Dhe nuni ishte Petrozhej, u pakzova nga një prift hero, i cili vazhdoi dhe shërbesat në atë kohë që duke i habitshëm, që jo vetëm ka bërë pakzime, por edhe mesha në atë kohë. Ilegale, kuptoj. Ilegale, gjithmonë. Një kishe në ndeshme, dhe ku ishte? Ai ishte në Bestrov të Vlorës, një fshat, por mesha shpeshherë bëhej në shtëpinë e një besimtari në Vlorë. Atë ishte Vin njerëz? Shumë pak, ishte një grup i vogël. Po, le të themi 5-6 vete, 7 vete. Po ishin, nga Tirana, ishte një grup shumë i vogël. Ishin disa motra nga Korça, një moshë të thyer ato, po besimtare shumë do dha motra Cico, Patër Kozmaj, që ishte aty. Dhe unë u pakzova në bodrumin e shtëpisë tij, ku ishim 3 veta. Ishte ai, nuni Petrov, edhe unë. Dhe djali i tij, Ilia, rrinte rrotull që mos vinte dikush ose për të lajmëruar. Në atë kohë ishte po vjen një komshi për Farkosi dhe fundohej në komisariat. Kështu që tani është prift ai, djali i tij, është prift në Vlorë. Dhe prandaj ishte lidhja me kishën ortodokse, sepse aty dhe u pakzova, dhe arsyeja që shkova në Amerikë nuk ishte për të shkuar në Amerikë, ishte patjetër për të vazhduar studimet. Sepse në Amerikë ishin 2 shkolla shumë. Po edhe ndoshta për shkak se aty ishte edhe komuniteti themeli i kishës autoqevare. Po dhe bursa që më dha u dha nga kryepiskopata shqiptare, një bursë që ishte bërë në kujtim të Thofanolit. Por unë ju thash atyre që nëse kisha do hapet atje, unë do kthehem. Atë nuk e besuan. Kishte tavën në Shqipëri. Atë nuk u besuan, thanë me mendje që kush vjen në Amerikë nuk kthehet përsëri. Dhe kur ju thashun atyre që do kthehem, ju erdhi pak keq, por i kisha qenë i drejt me ta që në fillim, që i thash nëse hapet, unë do kthehem. Sepse zakonisht ndodh kur dikush sponsorizon me bursën, ideja është që të shërbesh atje në Amerikë. Por unë mendova që në Amerikë një prift më shumë, një më pak dhe e njëjta gjë. Amerika s'kishte nevojë për mua. Cili është raporti që keni me Fanolin? Po, padyshim Fanoli mbetet një nga njerëzit më drejtur të kishës tek ne. Kontributi i tij është i jashtëzakonshëm. Vetëm të shikosh përkthimet që ka bërë ai për kishën, i vetëm, pa pasur një terminologji të përcaktuar fetare, duke hecur në ca shtigje të panjohura dhe ka bërë gjithë atë punë, shpeshherë është e pabesueshme. Perëndia e kishte pajisur me talente të jashtëzakonshme. Dhe do t'rregoj diçka të veçantë për kur isha në Amerikë së bashku me atë Artur Liolinin, punuam ca kohë për të sistemuar bibliotekën e Fanolit. Dhe aty gjeta disa shkrime të tij që kishte shkruar. Dhe po lexonim së bashku. E para ishte thonte kështu: kisha, thot, mbeti për mua gjithmonë dashuria ime e parë. Dhe në një tjetër thonte këto: nëse kryevepra ime në
fushën politike, diplomatike, ka qenë pranimi i Shqipërisë në lidhjen e kombeve, në fushën letrare ka qenë Kremtoria. Kremtoria është një libër që përmbledh gjithë këngët, troparet, psalmet e shërbesës vjetore. Edhe është një libër shumë i vështirë për të përkthyer. Kur ai thot këtë fjalë, Ai e ka përkthyer nga greqishtja. E vjetër. E vjetër. Dhe përkthimi i tij është i papërsëritshëm. Ai njifte greqishtën e vjetër. Po njifte. Është i papërsëritshëm. Edhe sot për shkakun që ndoshta jemi munduar shpeshherë për të përkthyer ca tjera, nuk kanë atë fuqinë e fjalës që ka Fanoli, sepse kishte edhe dellin poetik. Ja kishte dhënë zoti. Njifte mirë muzikën dhe ishte i dashuruar me muzikën kishtare. Gjithmonë Fanoli mbetet një nga figurat qendrore, jo vetëm përkthyesi më i madh në Kishën Ortodokse, po një nga figurat qendrore, që dha një kontribut jashtëzakonshëm në ndërgjegjësimin kombëtar, në pajisjen e kishës, me tekste, që në një farë forme përgatiti dhe rrugën për autokefalinë e kishës sonë. Dhe në aspektin e formimit, çfarë ju dha ju